Njerëzit duhet të mësojnë dallimet e tjetërkujt që të njoftojnë atë persone dhe aspektet se si jeton personi. Besoj se me zhvillimin e teknologjisë dhe me rrjetet sociale, njerëzit kanë shumë ma shumë informacione dhe janë shumë më të njoftuar për preardhjen, për vlerat, për gjithçka që do të thotë një grupacion ose individ. Momentin kur i mësojmë dallimet, është zgjidhja jonë apo do të ndryshojmë në mendimet tona që i kena patur paraprake apo do të vazhdojmë që ta mbajmë mendimin tonë. Diversiteti i kulturave vetëm mundën të na pasurojë neve individualisht edhe si kolektivitet dhe besoj se janë pika që duhet edhe ma shumë të investohet, në të cilët ma shumë duhet të investohet, edhe për hir të asaj që komuniteti edhe shoqëria të funksionojë në mënyrë sa më të mirë edhe më të mirëfillt.